Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të sjellë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutash dua të flas për një dyshe, në fakt që do ta thumboj këtë vit Big Brotherin, kanë filluar të bëhen hamendësimet e para se kush do t'jenë banoret apo kush do t'jetë banorja nga Big Brother VIP Kosova që do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania. Nga afrimiteti në fakt që ka patur me televizionin Top Channel, menjëherë janë ngritur dyshime që Xheneta Fetau mund të jetë pjesë këtë vit e këtij kasti. Fillimisht njëherë Xheneta ka qenë pjesë e kastit të vitit kaluar në trotuar, ku në fakt ka folur shumë për Big Brotherin, ka komentuar lojën brenda në shtëpi, ka folur për lojën, më thënë ka qenë shumë e pranishme në tematikat që ka ndodhur në Big Brother dhe dyshimet janë shumë të larta që Xheneta mund të jetë pjesë e spektaklit të vit të Big Brotherit në Shqipëri, që realisht mua më pëlqen ta shikoj Xhenetën në këtë spektakël sepse e di që do të bën namin dhe e di që do të shprehën natyrën e saj, do të shëndrit në formën e saj Xheneta Fetau. Por gjithsesi është përfolur shumë edhe për Benitën, ish banoren e Big Brother VIP Kosova që do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania këtë sezon. Në fakt për Benitën janë ngritur hamendësime dhe emri i saj po përmendet jashtëzakonisht shumë që Benita do të jetë pjesë e këtij kasti. Nuk do të ishte një zgjedhje e gabuar, por unë dyshoj që mund të jetë Xheneta Fetau, sepse nga vetë fakti që është përfolur që Xheneta do të ishte pjesë e Big Brother VIP Albania që vitit kaluar, mendoj që këtë vit Xheneta do të bënte namin. Do të thënë këto janë thjesht hamendësime, sepse po përflitet që njëra ish banore e Big Brotherit, pothuajse e komentuara më së shumti, do të bëhet pjesë e këtij kasti. Dhe kur flasim për të komentuarën më së shumti, në këtë rast, më e komentuara, do të thënë që ne kemi arritur që të flasim për të, kemi arritur që të krijojmë lajme të ndryshme për të, do të thënë në qendër të vëmendjes që kur ka përfunduar Big Brother VIP Kosova që ishte pjesë edhe gjesti, ka qenë Xheneta Fetau, por ka qenë edhe Benita një nga të përfolurat, nuk mund ta lëm edhe Elionën anash, edhe Eliona ka qenë shumë e përfolur dhe e komentuar, do të thënë kemi tre faktorë që kemi tre protagonistë që njëri prej tyre mund të ishte pjesë. Unë në fakt do doja që të ishte Xheneta Fetau, sepse Xheneta ka qenë pak më e kapshme dhe vazhdon të jetë për një format siç është Big Brother dhe do të shohim se çfarë do të bën Xheneta në Shqipëri, se thonte un po të hyj aty brenda ua tregoj të gjithëve qefin. E presim ta shohim Xhenetën Big Brother, si mendoni ju?